Parashikimi I motit për qytetet kryesore të Shqipërisë. Në ditët në vijim, moti në Shqipëri pritet të jetë kryesisht I qëndrueshëm, me temperatura tipike për fundin e muajit dhjetor dhe me dallime të lehta mes zonave bregdetare, zonave të Shqipërisë së Mesme dhe atyre malore. Në përgjithësi, vendi do përjetojë ditë me diell dhe vranësira kalimtare, ndërsa reshjet do të jenë të pakta dhe lokale. Në Tiranë, moti do të paraqitet kryesisht I kthjellët gjatë ditës me intervale vranësirash të lehta. Temperaturat ditore do të lëvizin rreth vlerave nga 11 deri në 13 gradë Celsius, ndërsa gjatë natës ajri do të jetë më I freskët. Mëngjeset mund të jenë paksa të ftohta, por gjithsesi gjatë mesditës moti do të jetë më I butë dhe I përshtatshëm për lëvizjet me ambiente të hapura. Nuk parashikohen reshje të rëndësishme, çka e ka bën motin relativisht të qëndrueshëm për këtë periudhë. Në Durrës, për shkak të afërsisë me detin, moti do të jetë I ngjashëm me atë të Tiranës, por me një ndjesi pak më të lartë lagështie. Ditët do jenë kryesisht me diell dhe vranësira të lehta fare, ndërsa temperatura do të mbeten të buta për stinën. Era mund të jetë e lehtë deri mesatare, sidomos në zonën bregdetare. Në Vlorë, moti do të karakterizohet nga temperatura disi më të larta, krahasuar me pjesën tjetër të vendit. Gjatë ditës, termometri mund të shënojë rreth 13 deri në 15 gradë Celsius. Ditët do jenë kryesisht me diell, ndërsa vranësira do të jenë të lehta përkohësisht. Në disa raste mund të ketë reshje të lehta shiu lokale, por ato nuk pritet të zgjasin shumë. Në përgjithësi, moti në Vlorë do të jetë I butë dhe I qetë për fundvit. Në Shkodër, moti do të jetë më I freskët, sidomos në orët e para të mëngjesit dhe gjatë mbrëmjes. Ditët do të alternohen mes diellit dhe vranësirave, ndërsa temperaturat ditore do lëvizin kryesisht nga 9 deri në 12 gradë Celsius. Në disa momente, sidomos në mbrëmje ose gjatë natës, mund të ketë reshje të lehta shiu, por pa intensitete të larta. Ky është një mot tipik dimror për veriun e vendit. Në Korçë, për shkak të lartësisë mbi nivelin e detit, moti do jetë më I ftohtë krahasuar me qytetet e tjera. Gjatë ditës temperaturat do arrijnë nga 7 deri në 10 gradë Celsius, ndërsa netët do jenë dukshëm më të ftohta. Ditët do jenë kryesisht me diell ose me vranësira të lehta, por ndjesia e ftohtit do të jetë më e pranishme, sidomos në orët e hershme të mëngjesit dhe pas perëndimit të diellit. Në përmbledhje, moti në Shqipëri për qytetet kryesore pritet të jetë relativisht I qëndrueshëm dhe pa fenomene ekstreme.